Nisim programin e Drekës edhe për sot, flasim sërish për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, tashmë na ndajnë pak ditë, 9 ditë nga zhvillimi i tyre dhe kandidatët janë të gjithë në terren, gjithmonë kanë qenë përgjatë këtij muaji, le të themi, por është intensifikuar edhe më tej aksioni i tyre në terren për t'i bindur njerëzit për t'i votuar në 11 maj. Kjo është arsyeja edhe e këtyre minutave që kemi statuar me pak vones nga zakonisht, sepse Blerina Gjylameti, deputete e Partisë Socialiste kandidate në zgjedhje, vjen nga terreni, apo jo? Mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, dhe mirës për vonesën. Kënaqësi t'ju kem këtu. Cili ishte takimi i fundit që ju mori kaq shumë kohë? Takimet nisin që nga mëngjesi me një kafe me gjyshri dhe gjyshet. Vazhdojnë kafet me gjyshri dhe gjyshet? Vazhdojnë, për mua shumë e rëndësishme për të kuptuar se si njësër element është funksionojnë mirë apo nuk funksionojnë mirë në përlagje në komunitete, e më pas vazhdojnë ato që janë takime si pas grupeve të ndryshme të interesit. Kishim një takime përfaqësues të biznesit të vogël dhe biznesit prodhues. Për të parë se si realisht politikat fiskale dhe politikat financiare janë në funksion në shërbim të tyre, dhe më pas mora nga ta dhe disa problematika që lidhen me çfarë presim për ndryshime nga paketet e reja në programin qeverisës Partisë Socialiste. Opozita ka deklaruar se biznesi i vogël e biznesi i mesëm do t'jenë në qendër të vëmendjes së tyre. Ata thonë se do ta nxjerrin nga bataku ku është zhytur. Çfarë ju thonë me që patët këtë takim me ta? Çfarë problemesh ndjejnë ata? Çfarë do donin ata të ndryshonte? Atëherë, ka një vlerësim dhe mbështetje për lehtësimin që janë bërë nga përjashtimi nga taksat për bizneset e vogla, dhe po ashtu në pjesën e TVSH-s për ato që janë mbi 14, do thënë mbi 10 dhe mbi 14 në varësi të xhiros, dhe gjë e cila do të vijojë deri në vitin 2029, për bizneset e vogla, sidomos për ata të vetë punësuarit, është një mbështetje shumë e madhe. Dhe nisu nga fakti ola që biznesi i vogël dhe i mesëm është motori i ekonomisë shqiptare, është vlerësuar si një mënyrë për pjesën e krijimit të ardhurave për familjet shqiptare, përpos faktit të mbështetjes të ekonomisë në përgjithësi. Ndërkohë ajo që kërkojnë më shumë se sa pjesa, sepse nuk mund të ulesh më shumë se sa përjashtimi. Dhe kur dëgjoj nga pala përballë them çfarë do ndryshosh kur sot nuk paguajnë. Çështja që ata kërkojnë ka të bëjë me ato që quhen tarifat vendore dhe duan disa kategorizime të ndryshme të biznesit vogël dhe të mesëm, pra jo vetëm pjesë në bazë të xhiros, dhe në bazë të profilit apo angazhimit të veprimtarisë aktivitetit të tyre që kanë, për të patur tarifa vendore më të ulta, disa prej tyre, të cilët janë kryesisht si formë vetë punësimi më shumë se sa biznese që punësojnë dhe të tjerët. Pra flasim për tarifa vendore, jo për taksa, se kur s'ke taksa, nuk mund të ulesh atë që nuk ekziston, pra nuk e paguan. Që në këtë gjë. Ndërkohë në anën tjetër, ajo gjë që kërkojnë, që për mua shumë e rëndësishme dhe kam nisur para disa kohësh të diskutim, kërkojnë që të ketë një vendim të këshillave bashkiake për të bërë të dielën pushim. Kjo është ajo gjë që kërkojnë bizneset. Si në të gjithë botën. Si në të gjithë botën. Dhe unë këtë gjë e kam vendosur në planin tim të punës për mandatin e ardhshëm dhe do të kërkoj qoftë nëpërmjet pjesës këshilltarit bashkiak që kemi nga njësia jonë, qoftë nëpër pjesën si deputete, për ta bërë të mundur, sepse do duhet që sot në Shqipëri, ekonomia me qenë se është ndryshe, zhvillimi i vendit është komplet ndryshe, do duhet që të kemi një kohë më të mirë të kushtuar familjes apo edhe elementet të mirëqenies individuale shumë tepër se sa punës. Kështu që në këtë gjë do ta diskutoj për të arritur të bërë të mundur, sepse krijon barazi. Kjo i bie tjetër me detyrim, se kushdo mund ta bëjë pushim, por ndërkohë konkurrenti mund të patjetër, dhe duke patur për të gjithë, si kundër ndodh në të gjithë botën, ka dhe barazi ndërmjet të konkurrentëve. Kështu që besoj që është një moment që duhet ta diskutojmë. Për cilat lloj biznese bëhet fjalë që kërkojnë ta bëjnë pushim? Të gjithë bizneset e kërkojnë këtë, të gjithë bizneset. Ato që janë prodhuese vetvetiu e kanë pushim të dielën, po flasim për ato që janë në shërbim, flasim për bizneset e vogla, si furra e bukës, ku diun ai që shet si pjesa e atyre që shesin kingalerira, pra element që lidhen në pjesën e shërbimeve. E kërkojnë sepse është si një mënyrë për të arritur që t'i kushtohen më shumë dhe familjes. Po kjo do të përqafojë nga qytetarët e thjesht si kërkesë, edhe pse vjen nga biznesi, mos ndoshta do të krijonte irritim tek ta? Unë mendoj që është ndryshe. Sot ne nuk kemi atë kushte që ishin para shumë vitesh,
Që e siguroni bukën? Një furrë buke ishte. Sot ka kudo, mundësit janë shumë më të mira, po edhe mundësit që janë në shtëpi janë më të mira, që do të thotë bukën mund të blesh një ditë përpara, ruan frigorifer dhe hat nesme. E kuptoj. Që nuk ka nevoj që ta kesh. Po përpos këtyre, besoj që krijon edhe kushte më të mira pune dhe ato që janë të drejtat e njerëzve që angazhohen, se dakord ai që është pronari, po ai që është i punësuar, si e ka mundësinë që të shërbej familjes, fëmijëve të vet, një grua apo edhe një burr. Për këtë gjë besoj që është një kërkesë që duhet përqafuar dhe duhet adresuar. Ne kuptoj. Pra, kjo është risi, kjo vjen për herë të parë, e kërkuar drejt për së drejti nga grupet e interesit. Grupet e interesit. Pastaj ka dhe kërkesat të tjera, që për mua janë shumë të rëndësishme dhe kur flasim për kërkesat e biznesit, për pos pjesën, sepse ka ndryshuar edhe mënyra se si administrata tatimore i qaset biznesit sot, sepse është ndryshuar metodologjia dhe nuk janë më si ata taksidarë që shkojnë të dera, por ka faktorë të cilët përcaktojnë edhe kontrolet që ushtron administrata tatimore. Një gjë tjetër që kërkohet dhe që është interesante dhe e parë në dy këndvështrime, qoftë në kërkesën që bën biznesi, qoftë në ato pjesën që janë politikat, mbështetëse dhe ekonomike që duhet të ketë qeveria. Sot ne kemi disa sektorë që performojnë shumë mirë dhe që pritet që të ketë zhvillim shumë më tepër, si kundër është turizmi, dhe te kemi lehtësira në pjesën e lehtësira fiskale në pjesën atyre që janë brand name apo hoteleve me 5 yje. Te kemi lehtësira fiskale në lidhje me ato që janë agriturizmin, duke patur mbështetje për ata që angazhohen qoftë nëpërmjet grante, qoftë nëpërmjet uljes së taksave. Një element tjetër që vjet re sot është zgjerimi i zinxhirit të vlerës, që do të thotë, e thënë shkurt, duke qenë se angazhohen në produktet e zonës, ka produktet përpunuara që duhet jenë, por që sot ne i importojmë, pra nuk i prodhojmë, dhe për gjithë ato industri përpunuse që zgjerojnë zinxhirin e vlerës, sidomos për këto sektor si turizmi apo dhe sektor të tjerë, është shumë e rëndësishme që të kenë mbështetje, që do të thotë qoftë në pjesën e lehtësirave, qoftë në pjesën e mbështetjes nëpërmjet granteve të industritë përpunuese. Ne shikojmë që vendet e rajonit, si vende si Maqedonia, vende si Serbia, në industritë përpunuese kanë mbështetje dhe në kuadër të asaj që ne presim dhe kërkojmë shumë që të bëhemi pjesë e tregut përbashkët, tregut europian, nëpërmjet integrimit, ne do duhet punojmë që edhe industritë përpunuese t'i bëjmë konkurruese. E kuptoj. Më ka ndodhur këto ditë të takohem edhe unë me njerëz rastësor, edhe si gazetare, si qytetare, edhe ajo që kam vënë re tek ta është shprehimisht janë shprehur. Mirë që vinë këto zgjedhje që ne arrim të flasim me deputetët e zonës, t'i qajmallet, t'i kërkojmë gjëra e tjera me radhë. Ky realitet ju dhëm, pra, sa herë që vinë zgjedhjet, ndoshta jo ju personalisht, por në përgjithësi politika bëhet njësh me qytetarët sepse vinë zgjedhjet, ndërsa kur kalojnë zgjedhjet, qëndron këtu politika dhe qytetarët këtu. Ju dhëm ky realitet? Absolutisht po, është kërkesë e vazhdueshme kjo e qytetarëve që thonë sikur të kishte zgjedhjet sa më shpesh. Dhe e besoj këtë gjë që ndodh, sepse normalisht në Shqipëri duhet kuptuar edhe një element. Ne rolin e deputetit dhe rolin e përfaqësuesit të institucioneve e kemi miksuar. Ne sot presim nga një deputet të zgjidhë çdo gjë që duhet zgjidhë institucioni, administrata, qoftë lokale, qoftë qendrore. Dhe shpeshherë kjo gjë bën që të shikohet deputeti si personi i cili adreson çdo lloj problematike. Duke fuqizuar institucionet shtetërore, duke fuqizuar administratën lokale, unë besoj që roli i deputetit duhet kthehej aty ku është, që të interesohet duke adresuar nëpërmjet ndryshimeve ligjore apo nëpërmjet komunikimit me institucionet për probleme të pazgjidhura, jo në gjërat që janë fare bazike dhe do duhet. Mendoj, Ola, që me këtë sistemin e rizgjedhor që kemi kësaj radhe, me faktin që ne kemi këtë listën e mbyllur dhe listën e hapur, krijohet më së miri ajo lidhja ndërmjet votuesve, atyre që mbështesin dhe deputetët. Dhe deputeti merr dhe përgjegjësinë më shumë akoma për të adresuar problematikat edhe nëpërmjet takimeve. Unë mendoj një gjë që edhe disa ndryshime në mënyrën se si funksionojnë deputetët do duhet bëhen nëpërmjet ndryshimit të statusit deputetit. Që do të thotë? Do të thotë në mandatin e ardhshëm, në kuvendin e Shqipërisë, ne kemi nisur një projekt, do duhet të adresojmë, do duhet ndryshojë dhe mënyra se funksionon deputeti, jo në rolin e tij për të ngritur, por edhe nëpërmjet asistencës që duhet të ketë. Një deputet do duhet të ketë dikë që të ketë një zyrë që rri atje i pret qytetarët, se deputeti nuk mund të jetë edhe në komision dhe në terren. Ne kemi një javë të gjelbër, e kemi bërë këtë gjë, që në javën e gjelbër deputetët duhet shkojnë në zonë për të takuar, por ndërkohë në anën tjetër do duhet të jetë dikush
që është një derë e hapur për të pritur qytetarët për problematika si ku ndodhë në gjithë botën dhe që deputetit do duhet i adresojnë nëpërmjet shkresave zyrtare dhe po ashtu adresimit në ndryshime ligjore. E besoj këtë gjë. Disa prej nesh e bëjnë këtë gjë në mënyrën e tyre, ka një zyrë dhe unë kam një zyrë prej vitesh që pret çdo të mërkur nga ora 5 më 7. Jo gjithmonë jam unë aty, kam staf që rri atje, që është pjesë e strukturës e Partisë Socialiste, po ndërkohë në anën tjetër unë besoj që duhet ndryshuar dhe duhet sankcionuar në rregullore që të jetë dikush me një zyrë. Sepse ju për shembull këtë zyrën keni dashur ta ngrini vetë personalisht, keni dashur ti përgjigjeni qytetarëve dhe në këtë mënyrë. Kjo është diçka që e bëj vetë me strukturat e Partisë Socialiste të njësisë, sikundër ka dhe nuk jam e vetmja. Se ky stafi që qëndron aty paguhet i bie apo jo, jam vullnetar. Jam vullnetar, pjesë të strukturat e Partisë Socialiste.